Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në Infode, në magazinin informative këtu në televizionin DTV Media. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ishte në vizitë sot në Kosovë pas dy vizitave që i pati në Maltezi dhe Serbi. Në Kosovë u pret nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë zotja Albin Kurti. Ajo më pas nuk u deklarua për media, por shkruajti në rrjetet sociale dhe la 3 porosi, siç tha ajo gjatë takimeve me krerët e shtetit. Për këtë do të diskutojmë vetëm pas pak një lidhje direkte me Besar Gërgin nga grupi për studime politike dhe juridike, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim lidhur me protestën që do të bëhet të premten në Tiranë, është quajtur protestë mbarkombëtare në mbështetje të ish krerëve të luftës të UÇK-s, të cilët po përballen në një proces gjyqësor në Hag, pra në gjykatën speciale, pra Thaçi dhe të tjerët. Do të flasim edhe këtu, ta kemi një lidhje direkte nga Tirana me nënkryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Gazmend Syla, por së pari do t'ju njohim me lajmet e ditës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Osmani, pas takimit me presidentin e Komisionit Evropian, ka thënë se Kosova është gati të ecë përpara me përkushtim. Së bashku diskutuan për planin e rritjes për rëndësinë e heqjes së masave të padrejta ndaj vendit tonë, si dhe për hapat tutje në rrugën drejt integrimit tonë në Bashkimin Evropian. Mbështetja e Komisionit Evropian për Kosovën në këtë proces mbetet thelbësore, ka thënë Osmani përmes rrjeteve sociale. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka shkruar 3 porosi në rrjetin social X pas takimeve me Osmanin e Kurtin. Për këtë është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë ndërtimin e institucioneve të sigurta, të përshkallëzojë tensionet në shtet dhe po ashtu Kosova duhet të finalizojë hapat e domosdoshëm për të përfituar nga plani i rritjes, ka shkruar ajo në rrjetin social X. Pas takimit me Osmanin, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pati një takim edhe me kryeministrin e detyrë Albin Kurti, por takimi u mbajt në ambientet e Kuvendit të Kosovës dhe jo në objektin e qeverisë së Kosovës. Vjosa Osmani ka thënë se shpreson që sa më parë të ketë qeveri me mandat të plot kushtetues. Ajo deklaroi se nuk mund të ndërhyjë mes negociatave për koalicione, por shtoi se është në duart e partive politike të cilat shpreson se do të gjejnë gjuhë të përbashkët. Kreu i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, është mandatuar për kryeministrin nga presidenta Vjosa Osmani pas konstituimit të Kuvendit me 10 tetor. Që të kemi qeveri me mandat të plot kushtetues, aq më parë mund të shtyhen përpara reforma, mund të kemi një buxhet e gjithë përfshirës, i cili e vendos do të shëndetin e qytetarëve tanë në radhë të parë dhe prioritizon. Do të kemi edhe vendime të tjera të cilat shtyhen përpara nga qeveria, të cilat janë në interes të qytetarëve dhe në interes të vendit. Por kur do të ndodhë kjo, siç e thash, është në duar të partive politike, të cilat shpresoj shumë do të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe qytetarët e Kosovës, në përputhje me vullnetin e tyre të shprehur në zgjedhjet e fundit, do të kenë qeveri me mandat të plotë. Bluzat me mbishkrimin Liria ka emër i veshën e gati edhe motocikletat i kishin bërë për të nisur marshin drejt Hagës, por motoristët nga Kosova këtë rrugtrim drejt qytetit holandez vendosen ta nisin nga prekazi historik duke bërë homazhe tek varri i familjes Jashari. Rreth 150 motoristë shqiptar nga vendet të ndryshme të Kosovës dhe Evropës në kuadër të platformës Liria ka emër po e nisin marshin drejt Hagës me motocikleta me thirrjen e vetme drejtësi për ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë.
Do thotë është një marsh simbolik që she kem paralajmëru, është një thirrje për drejtësi, qëllimi është që të mrim deri në Hag, atje ta bëjmë një parakalim të karvanit motorista, mandej të vazhdojmë Bruxelles ku kem përgatitur edhe një kërkesë që drejtësia të jetë transparente. Ne do të bëjmë këto vetëm një thirrje për drejtësi dhe ajo tjetra që është që sa më shpejt proceset të kryen drejt. Ne nuk duam as të ndikojmë në drejtësi, po duam të thëmë se kjo drejtësi nuk po monitorohet. Prandaj kjo le të jetë thirrje edhe për ndërkombëtar, por le të jetë thirrje edhe për njerëz të qeveri dhe gjithë ata që mendojnë që drejtësia është ajo me vlera kryesore. Dhe nëse drejtësia është vlera kryesore, liderët tonë ose të gjithë shokët që janë në Hag do ta kthejnë të pafajshëm. Dhe ajo është atë fitore për ne dhe fitore e më e madhe për Kosovën. Ndërkohë, këtë proteste ka mbështetur edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka deklaruar se mbështet protestën në Tiranë në mbrojtje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo tha se lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe mbrojtëse, ndërkaq agresori ishte Serbia. E mbështes këtë protestë dhe ka mbështetur secilën protestë e cila thret për drejtësi. Qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët gjithandej asnjëherë nuk kanë kërkuar asgjë tjetër post drejtësi. Drejtësi e cila respekton parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Dhe siç e dini, Kosova dhe më konkretisht krerët të cilët tani përballen në Hag, pikërisht pse kanë pasur besim në drejtësi, janë paraqitur para saj, tashmë po bëhen 5 vite, pas një dyshim në drejtësi ndërkombëtare, por ne si institucionet e Kosovës vazhdimisht kërkojmë që parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të respektohen dhe unë jap plotësisht të drejtë qytetarëve tonë dhe i mbështes ata sa herë ata protestojnë për të kërkuar pikërisht respektimin e këtyre standardeve. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe drejtoresha e Qendrës Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita, Nafie Latifi, kanë vizituar qendrën e klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këtë vit nga presidenca janë dhuruar 640 pako onkologjike për të prekurit me kancer të gjirit. Presidentja Vjosa Osmani tha se tash e 4 vjet po ofrojnë donacion me pako onkologjike, të cilat përfshin proteza të gjoksit dhe paruke. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita, Nafie Latifi, tha se është e domosdoshme për pacientët, është qendra e kujdesit paliativ. Mbështetje e cila në shiqim të parë duket simbolike, megjithatë ka rëndësi të madhe për mbështetjen psikologjike që japim pacientëve. Diku 640 pako onkologjike janë si vjet donacion nga presidenca dhe këto donacione jemi duke i ofruar për pacientët që kanë vuajtur dhe vuajnë nga kanceri i gjirit, që 4 vite me radhë do të thotë e kemi këtë bashkëpunim. Natyrisht që përpjekjet tona nuk përfundojnë me kaq, sepse çdo vit shtyjmë përpara edhe amandamente në buxhet që do të arrisin buxhetin e nevojshëm për listën e barnave, të cilat janë të domosdoshme për pacientët me këtë lloj kanceri, por edhe të gjithë ata që janë pacientë të onkologjisë. Do të vazhdojmë këto përpjekje edhe me mbështetjen e doktorëve, të cilët më mirë se çdo kush tjetër e dinë se për çka kanë nevojë pacientët. Diskutuam edhe sot për nevojat me të cilat ballafaqohen, duhet të rritet edhe numri i stafit, na duhet edhe qendra e kujdesit paliativ, një çështje të cilën po e shtyjmë përpara së bashku me zonjën Nafie që disa vite tashmë dhe shpresoj që do të bëhet realitet së shpejti. Fundit është kjo nevoja e domosdoshme, ta themi, për një qendër për kujdes paliativ e cila i mungon Kosovës dhe pacientëve kosovarë. Njëkohësisht shumë mirënjohëse ndaj stafit të klinikës onkologjike në krye me drejtorin Ilir Kurtishi, të cilët bëjnë punë të jashtëzakonshme me pacientët. Pacientët më të rëndë për smundjen e kancerit. Këta janë 24 orë në shërbim të tyre dhe e bëjnë të pamundurën që t'ja u lehtësojnë dhimbjet, t'ju ndihmojnë dhe t'i shërojnë. Këto pako të cilët sot u shpërndan
për pacientë cilët janë me kancer, ka një impakt shumë të madh edhe në aspektin psikologjik edhe fizik të pacientëve dhe shpresojmë që ato t'i shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë dhe racionale. Falenderojmë shumë edhe për kontributin e jashtëzakonshëm vitin e kaluar presidenten, e cila së bashku me deputet parlamentit, Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë të mundur që ne sot kemi disa barna, të cilët kanë impakt direkt në jetëgjatësinë e pacientëve, të femrave me kancer të gjirit dhe të personave të cilët kanë tumore të lëkurës ose melanoma, dhe morëm prap një zotim nga presidentja e cila do të na ndihmojë, në fakt do të ndihmojë qytetarët e Kosovës që të kemi barna edhe më shumë vitin e ardhshëm në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë, që qytetarët tanë të kenë do trajtime adekuate, korrekte në klinikën e onkologjisë. Meqense numri i pacientëve të cilët ne trajtojmë gjatë ditës ka shifra mbi 200-250 vet dhe më shumë se 1500 raste të reja për herë të parë si vjet janë lajmëruar në klinikë. Kjo tregon se sa është e domosdoshme që të kemi furnizime të rregullta me bana, të kemi aparaturë të cilën veç e kemi, ta modernizojmë, të kemi staf infermieror dhe të bëjmë më të mirën e mundshme që secili qytetar i Kosovës të trajtohet në institucionet publike. Deri në muajin tetor të këtij viti, sipas sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, 26 punëtorë kanë gjetur vdekjen në vendin e punës, por të dhëna tjera kanë në inspektoratin e punës. Sipas tyre, brenda kësaj periudhe kohore 13 punëtorë kanë vdekur në vendin e punës, derisa kanë ndodhur 412 aksidente. Në këto të dhëna u bën të ditura në konferencën e 11 ndërkombëtare me temën siguria në punë dhe në transport, qasje të integruara për zhvillim të qëndrueshëm dhe për mbrojtjen e jetës. Qeverit e mahershme, edhe kjo qeveri për punëtorët sektorit privat të Kosovës kanë botë zero për ta. Edhe në rastet të vdekjeve, inspektorët kanë dirigjuar dhe kanë ndihmuar pronarët e kompanive që pajtohet në vetët punëtori i vdekur. Po, ne kemi këto raportet, sepse është fjalë e madhe këtë që e thamë. Po, ne kemi interferuar dhe raporti i inspektorit që ka thonë punëtori ka vdek, po themi kështu, nga përkujdesia e vet, ka dalë kur kemi mund mbledh materialet që ai punëtor pas ka vdek për shkak të pronarit të kompanisë. Shifrat janë të mërshme, ne kemi biseduar edhe për raportet, për shembull pse te inspektorati del 8 punëtorë se 12, e tek na në vitin 2025 kemi 26 raste të vdekjeve në punë. Ne e konsiderojmë, e tha shumë i këshilltari i ministrit. Në moment kur një punëtor nis me shku në punë dhe prej punës shkon në shtëpi, ne konsiderojmë që është në orarin e punës. Dhe inspektorati i punës, nëse një punëtor së lëndohet të rëzohet tek një pallat, dhe ai punëtor nuk vdes në atë objekt dhe vdes në ÇKUK, këta nuk e konsiderojnë si rast i vdekjes në punë, po e konsiderojnë. Ndërruar shikues, pas këtij bloku të lajmeve, tani jemi kthyer në studio ku do të lidhemi direkt për pak me Besar Gërgun nga grupi për studime juridike dhe politike, siç ju paralajmërova edhe në fillim, për të diskutuar rreth vizitës së presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kosovë dhe me gjërë do të ishte edhe në Ballkan, do të në disa vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Tani nëse e kemë në lidhje direkte, zoti Gërgi, po më dëgjon? Po, apo dëgjomën? Përshëndetje juve. Përshëndetje ju, faleminderit për ftesën. Zoti Gërgi, e pam sot ishte në Kosovë presidentja e Komisionit Evropian, zonja Ursula von der Leyen, pas një turit, themi kështu, në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Çfarë do të thotë kjo për Ballkanin, kjo vizitë e presidentes së KE-s? Pra tashmë kjo është bërë një lloj, le të themi, tradite e presidentes së Komisionit Evropian, zonjës von der Leyen. Nëse mbani në mend, pikërisht edhe vitin e kaluar në muajin tetor vizitoi vendin tonë dhe po ashtu rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë mënyrë ajo synon që me vizita të her pas hershme që të nxjisë më tutje integrimin e këtyre vendeve drejt Bashkimit Evropian dhe në një mënyrë jep një mesazh politik se dyert janë të hapura, tani është detyra juaj që të kaloni mes tyre. Prandaj në këtë aspekt është një zhvillim shumë pozitiv, qoftë për vendin tonë, qoftë edhe për rajonin tonë.
por se pastaj nëse hymë në detaje se në cilën vend çfarë foli dhe çfarë bëri, atëherë dallojmë disa nuanca se Kosova po ngec prapa. Për shembull, sot gjatë vizitës së saj, ajo u takua me presidenten dhe kryeministrin, por nuk mbajti më pastaj një konferencë për shtyp dhe nuk vizitoi asnjë vend tjetër që dallon nga vizitat e saj të mëhershme, të cilat kanë qenë në një ton le të themi pak më pozitiv. Po, zoti Gërgi, nuk majti konferencë me gjithatë përmes rrjeteve sociale, siç është ai X, ajo i bëri të ditura edhe mesazhet që u ka lënë liderëve të Kosovës. Si pat ju këto mesazhet të saj, të cilat ajo i la gjatë kësaj vizite? Pra, ajo kishte 3 mesazhe më të rëndësishme të cilën siç thatë postoi në profilin e saj. E para ishte krijoni institucionet, pra me këtë jep një mesazh se Bashkimi Evropian do të shohë një qeveri dhe një kuvend plotësisht funksional me mandat të plot, jo në këtë formë siç është tani, që nuk ka mbledhje të rregullta të kuvendit, nuk ka një qeveri me mandat të plot. E dyta, bëri thirrje për shtensionim të situatës në veri. Tashmë kjo le të themi është më tepër si një mbetje në fjaloren e zyrtarëve evropian, sepse me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të dielën, tashmë mund të themi se situata në veri është plotësisht e kthyer në normalitet. Tashmë komuniteti serb ka përfaqësues të saj qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, dhe mbase duhet të rishikohet kjo, por kjo padyshim shkon me një lobim të qeverisë në Bruksel. Dhe mesazhi i tretë i saj ishte se sa më herët duhet të kryejmë punët për ratifikimin e marrëveshjeve të lidhur me planin e rritjes, dhe ne si GLPS që nga fillimi kemi bërë thirrje për këtë, sepse po flasim për një fond me potencial prej 883 milion euro, që është një mbështetje pa precedent e Bashkimit Evropian për vendin tonë, por se pa ratifikimin e 2 marrëveshjeve, njëra politike dhe tjetra financiare, vendi ynë nuk mund të përfitojë asnjë send nga këto. Prandaj është jashtëzakonisht të rëndësishme që në momentin që politika jonë të kthehet në një farë normaliteti, me shpejtësi sa më e madhe që është e mundur të ratifikohen këto 2 marrëveshje. Megjithatë, ajo nuk i përmendi në mesazhet e saj edhe mundësinë e heqjes së masave. Do të thotë kjo që institucionet nuk kanë bërë mjaftueshëm lobim edhe për t'u treguar realitetin në vend që këto masa të heqin, sepse përposh këtyne zoti Gërgi, ju e dini, kemi edhe shtim, nëse mund t'i quajmë kështu, masave nga SBA-ja, ku kemi një pezullim të dialogut strategjik. Vetëm sa janë thëllu këto, mendoni që nuk kanë bërë sa duhet mjaftueshëm institucionet e Kosovës? Po fatkeqësisht këto masat të cilët janë në fuqi nga ana e Bashkimit Evropian drejt vendin tonë u vendosen në situata në rrethana jo fort transparente, sepse zakonisht kur i vendosen sanksione një personi, një entiteti apo edhe një shteti, vendimin e merr Këshilli Evropian dhe ajo zgjat për 6 muaj dhe çdo 6 muaj duhet të votohet me unanimitet vazhdimi i tyre. Prandaj edhe kemi paketa 15, 16, 17, 18 e sanksioneve kundër Rusisë. Pra është kryesisht vazhdimi çdo 6 muaj. Në rastin e Kosovës këto u iniciuan me një email dhe tani për heqjen e tyre kërkohet unanimitet nga Këshilli Evropian. Tash zonja von der Leyen është presidente e komisionit dhe në këtë aspekt nuk mund të premtoj diçka në emër të Këshillit Evropian. Por se është shqetësuese se nuk u përmend fare në komunikimin e saj. Prandaj dhe këtu duhet të bëjmë thirrje edhe qoftë edhe qeverisë, qoftë edhe institucioneve relevante që të bëjnë maksimumin e tyre me diplomaci dhe lobim në Bruksel, në mënyrë që të merret më në fund një vendim për heqjen e tyre. Komisioni Evropian ka filluar lehtësimin e disa nga masave, tashmë ka filluar çësia e Kosovës në disa fonde të kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor, por këto nuk janë të mjaftueshme. Po, e përmendet edhe ju, por domethënë edhe në takim që von der Leyen nuk ku taku në objektin e qeverisë me zotin Kurti, me kryeministrin e detyrë. Çfarë mesazhi jep kjo në Evropë, por edhe me zgjer kur një zyrtare e lartë e Bashkimit Evropian nuk takohet me një kryeministër në detyrë në objektin e qeverisë, por në kuvend, domethënë në institucion tjetër? Po me këtë Bashkimi Evropian tregon se është një institucion shumë serioz, sepse kjo është pikërisht vazhdimësia e politikave të cilët ishin dërguar me letër nga
zyra e Bashkimit Evropian këtu drejt zyrës së kryeministrit, se tash e tutje takimet, çfarë do lloj takimi me kryeministrin në detyrë do të bëhen jashtë institucioneve qeveritare, dhe me vizitën e saj dhe zbatimin e këtij protokolli e vërtetoi edhe një herë se ka një lloj serioziteti në vendimarrjen e Bashkimit Evropian për këtë çështje. Dhe kjo padyshim që nuk është një lajm pozitiv për Kosovën, sepse Kosova duhet të ketë një kryeministër me mandat të plot që takohet në zyrën e tij apo zyrën e saj me cilin do mysafir që vije dhe mund të bëj le të themi diskutime serioze. Në këtë gjendje në të cilën jemi tash me një qeveri me mandat të kufizuar, pra një qeveri në detyrë, që nuk mund të iniciojë as në marrëveshje të re dhe gjëra të ngjashme, është shumë e vështirë që qeveria e Kosovës të ketë një diplomaci serioze dhe aktive në vendet perëndimore. Megjithëse nuk u përmend zoti Gërgji, domethënë as në komunikimin e zonës von der Leyen në X, në platformën rrjeteve sociale. Megjithatë, në konferencën që e mojti në Serbi, ajo deklaroi se duhet t'i kryej ky vend detyrat e saj. Mendoni që e ka pasur për dialogun domethënë me Kosovën dhe me fqinjet? Po, si që thash në fillim, me qenë se është një tur ku zakonisht ajo flet me tone më pozitive, nuk pat ndonjë çfartim serioz ndaj Serbisë, dhe këtu kemi parë mes rreshtave disa vretje shumë të hova, ajo bëri thirrje që të respektohet e drejta e tubimit paqësor, ajo bëri thirrje që të ketë reforma zgjedhore dhe si dhe të respektohet media e lirë dhe sundimi i ligjit. Pra, më shumë fjala ishte që në qoftë se doni të keni progres në hapjen e negociatave, në hapjen e kapitujve të rinj në negociata me Bashkimin Evropian, atëherë duhet të merreni me këto, por po padyshim se sa herë që zyrtarët evropian takohen qoftë me zyrtarët e Serbisë, qoftë me zyrtarët e Kosovës, atëherë një nga kërkesat kryesore është domethënë përfshirja serioze në dialogun mes këtyre dy vendeve. Por me qenë se në Kosovë tani nuk ka një qeveri me mandat të plot, atëherë kjo ka rënë në planin e dytë. Në momentin që Kosova të ketë një qeveri, përsëri do ta shohim një lloj presioni të vendeve perëndimore, por edhe të Bashkimit Evropian për vazhdimin e dialogut mes dy vendeve. Zoti Gërgji, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte dhe për këto sqarime që na i dhen në Info-D lidhur me vizitën e presidentes së Komisionit Evropian në Kosovë. Faleminderit juve për ftesën. Të nderuar shikues, pas kësaj lidhje direkte, tani vetëm pas pak do të kemi sërish një lidhje tjetër, por tani nga Tirana, siç ju njoftova më herët, pra me nënkryetarin e OVL-UÇK-s, zotin Gazmet Sylla. Do të flasim me të lidhur me përgatitjet për protestën që do të bëhet të premten, pra me 17 tetor në Tiranë, në sheshin Skënderbej, në mbështetje të ish presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, të cilët po përballen në Hag me një proces gjyqësor tash e disa vite. Jenë bërë përgatitjen qysh moti dhe pjesëmarrjen e kanë konfirmuar jashtëzakonisht shumë edhe qytetarë, por edhe përfaqësues të partive politike edhe në të Shqipërisë, deputet nga Kosova, tifogrupe të ndryshme të futbollit e të tjera, po ashtu në deklarime të rralla rreth kësaj çështje. Sot edhe presidentja e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, e mbështeti këtë protestë që do të bëhet të premten në Tiranë, duke thënë se lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe duhet të ketë drejtësi në Hag ndaj ish krerëve të UÇK-s dhe të luftës, pra Thaçit dhe të tjerëve atje. Megjithatë, nuk kanë paralajmëruar, themi kështu, ende ose s'kemi ende një paralajmërim nga ndonjë zyrtar i shtetit i cili do të mund të marrë pjesë në këtë protest. Megjithatë, ne do të flasim vetëm pas pak edhe me nënkryetarin e OVL-UÇK-s, zotin Gazmet Sylla, më falni, për të marrë detajet e tjera rreth organizimit dhe rreth pjesëmarrjes, themi, se kush e ka
konfirmuar, apo a do t'jetë një numër i madh, sepse kanë paralajmëruar që do t'jetë një numër i madh i pjesëmarrësve atje. Nëse regjia i ka gati disa deklarate t'i shohim nga motoristët që janë nis nga prekazi për në Hag dhe deklaratat atje nga organizatorët e Liria ka emër? Dhe ajo tjetra që është që sa më shpejt proceset të kryen drejt. Ne nuk duam as të ndikojmë në drejtësi, po duam të thëmë se kjo drejtësi nuk po monitorohet. Prandaj kjo le të jetë thirrje edhe për ndërkombëtar, por le të jetë thirrje edhe për njerëz të qeveri dhe gjithë ata që mendojnë se drejtësia është ajo me vlera kryesore. Dhe nëse drejtësia është vlera kryesore, liderët tonë ose të gjithë shokët e që në Hag do të na kthejnë të pafajshëm. Dhe ajo është atë fitore për ne dhe fitore e ma madhe për Kosovën. Do thotë është një marsh simbolik që e kem paralajmëru, është një thirrje për drejtësi, qëllimi është që të mrim deri në Hag, atje ta bëjmë një parakalim të karvanit motorista, mandej të vazhdojmë Bruksel ku kem përgatit edhe një kërkesë që drejtësia të jetë transparente. Shikuesderuar, tanim e kemi në lidhje direkte nga Tirana në kryetarin e OVL-s, zotin Gazmend Sylla. Zoti Sylla, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Sylla, mund ta tregoni se a është gjithçka gati për protestën e së premtes në Tiranë? Po, domethënë organizatave të veteranëve të luftës që njofton që është gjithçka gati për protestën e paralajmëruar për të premten ora 17 në sheshin Skënderbej këtu në Tiranë. Ne vetëm edhe jemi fizikisht në Tiranë, sepse kemi një konferencë për media sot në orën 17, edhe për të bërë ditur se për mbarvajtjen që do të ndodhë në këtë protestë, prandaj mund të themi lirisht se gjithçka është gati për protestën e të premtes në orën 17 këtu. Po, si ka shku përgatitjet, zoti Sylla, dhe a pritet një pjesëmarrje masive në sheshin Skënderbej të premten? Përgatitjet kanë shku ashtu siç është më së miri, sepse tërë aparatura shtetërore e shtetit shqiptar ka qenë dispozicion tonin. Me të ardhmë ne këtu kemi informuar qeverinë shqiptare se do të bëjmë këtë protestë, ata janë vënë shërbim të organizatorëve të kësaj proteste me gjitha kapacitetet shtetërore që ata i kanë. Prandaj kemi marrë mbështetjen e plotë të institucioneve shqiptare këtu. Protesta pritet me pas pjesëmarrje ndoshta më e madhe në herë organizuar që nga pas lufta në Kosovë, sepse do të mbledhen gjithë shqiptarët nga gjitha trojet, e po ashtu kemi marrë edhe konfirmim nga Mergata, që do të vinë këtu dhe të marrin pjesë. Besojmë që ka me kon protesta më e madhe organizuar në herë, edhe ka me pas efektin më të madh, ka shik kësaj fatkeqësie që po ndodh në gjykatën speciale atje. Zoti Sylla, mendoni që do të ketë efekt edhe cilat do të jenë kërkesat kryesore që do të dalin nga kjo protestë? Sigurisht që do të ketë efekt, sepse vetë prania e qytetarëve që do të marrin pjesë këtu ka me pas efektin e vet, ka shik kësaj fatkeqësie që po ndodh, edhe mesazhi nga kjo protestë është jo në emrin tim. Jo në gjykata speciale është votu për deputetët e Parlamentit Kuvendit të Republikës Kosovës, do të thotë ata deputetë që nxjerrin nga qytetarët e Republikës Kosovës, prandaj në farë formë ata kanë marrë mandatin, gjykata speciale ka marrë mandatin e qytetarëve të Republikës Kosovës përmes deputetëve tonë në Parlamentin e Republikës Kosovës për me fillu punën e saj, devijimi i misionit kësaj gjykate, neve në farë formë na ka reflektuar mbi ne, mbi qytetarët e vendit tonë, dhe me këtë protestë dhe me protesta tjera që kemi bërë, ne i themi kësaj gjykatës me qenë se ju keni deviju misionin e juve, ne ju themi juve se nuk do të mund të vendosi së paku në emrin e popullit. Në fakt këtë besim ju keni marrë prej popullit tonë për me themelu këtë gjykatë, po devijimi i misionit tuaj tani ju në farë formë nuk jeni më kredibil për me gjyku apo me dënu bashkëftarët tanë që gjinin sot gjykata speciale atje. Pra mesazhi jonë është jo në emrin tim. Po, zoti Sylla, e thatë që institucionet e shtetit shqiptar janë vënë në dispozicion dhe ju kanë ndihmuar në të gjitha format për të organizuar këtë protestë. Keni pas mbështetje edhe nga institucionet e Kosovës dhe a keni konfirmim ose ndonjë themi njoftim apo lajm që mund të merr pjesë dikush nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës? Në fakt ne kur kemi bërë thirrje për një protestë gjithëkombëtare, nuk i kemi bërë ftesë dikujt veçanërisht
kësaj partije apo këtij institucioni. Ne kemi shpallur për të gjithë kombëtar, janë ftuar gjithë ata njerëz shqiptarë që mendojnë që po bëhet një padrejtësi në gjykatë speciale me marr pjesë në këtë protestë kundër asaj padrejtësie që po ndodh atje. Prandaj nuk është që i kemi bërë ftesë dikujt, edhe nuk është që kemi marrë ndonjë përkrahje apo mbështetje nga institucionet tona në Kosovë. Morëm vesh që dikush tha që kënse presidentja ka përkrahë këtë Po, sot ishte në mbështetje, ajo deklaroi që e mbështet luftën e UÇK-s dhe e konsideron të drejtë. Kishte qenë mirë të themi ishte në përkrahje sepse në mbështetje nuk ka qenë asnjëherë. Në asnjë protestë që është organizuar, e as në ato në Prishtinë që e kemi bërë më herët, e as në ato në Den Haag që e kemi bërë pranë gjykatës speciale. Kjo është një përkrahje deklarative e saj. Okej, faleminderit që ka thonë Asan, po me gjasë është ti përvonë që presidenti jonë ka reflektu, ka shikë kësaj situate, është hera dy që kjo i përkrahi protestat e drejta paqësore dhe të rametushti qimtarët Kosovës, po kjo asnjëherë nuk ka reflektu mbi atë situatë që është kriju atje spaku, me ngritë zonën e saj, sepse tek e fundit ata bashkëpunëtarët tonë atje janë edhe qytetarët e Republikës Kosovës, kështu që është tepër e vonuar kjo përkrahje e presidentes që e bën, ne mendojmë që ndoshta kjo e bën për arsye politike për shkak se fund mandatit të saj, spaku mundohet të lejnë shije të mirë të qytetarët e vendit tonë, sa ajo në këtë rast qenë ka tash pranë nesh, qenë ka me ne, po nuk i besojmë shumë në këto deklarata që i thot presidenti, sepse dim qëndrimin e saj më herët, e cili ka qenë ai ndaj krerëve bashkëpunëtarëve tonë në gjykatën speciale. Po, mendon që edhe kryeministri do duhej që të deklarohej shumë herët, po ndoshta edhe të shkonte edhe të ishte, apo edhe të ishte edhe pse jo pjesëmarrës i kësaj proteste bashkë me kryeministrin Edi Rama, që ai e ka konfirmuar pjesëmarrjen e së premtes. Nuk e keni idenë sa e parancishëm është deputeti Kurti apo kryetari i lëvizjes dhe vendosjes, sepse ai nuk është kryeministri, ju e dini se gjykata supreme ka marrë një vendim, nuk mundet mi ushtu dy funksione më, për ne jo tepër parancishme çka mendon, a do të merr pjesë, as do të merr pjesë deputeti Kurti në këtë rast, sepse për ne është e rëndësishme me marrë pjesë qytetarët e Republikës vendit tonë, apo shqiptarët, anë kanë botët nga ku jetojnë e veprojnë me qenë pjesëmarrës këtë protestë. Në këtë rast për ne jo tepër parancishme me marrë pjesë deputeti Kurti në këtë protestë. Po, kam edhe krejt në fund, zoti Sylla, a besoni që ky proces në fund do të përmbyllet me lirimin e shkrerëve të UÇK-s dhe luftës, duke parë parasysh edhe gjithë ata dëshmitar tash ndërkombëtar të mbrojtjes, cilët po dëshmojnë në favor ose po e tregojnë atë që ka qenë gjatë luftës si akter ose si pjesëmarrës ose të qenit shumë në institucione kredibile ndërkombëtare kur ishte lufta në Kosovë? Lutem që të ndodhë kështu siç thoni ju, edhe nëse ka drejtësi në gjykatë, është dashur të ndodhë kështu, por ne kësaj gjykate nuk i besojmë, qysh nuk i kemi besuar asnjëherë prej nga themelimi i saj, sepse kjo gjykatë është pure politike, është ndërtu, është themelu si gjykatë politike, sepse kjo ndërtu mbi bazën e një raporti të senatorës Visran atë kohë Dik Marti, kënse se pas ka ekzistuar shtëpia Verë dhe aty UÇK-ja pas ka bërë trafikim të organeve të njerëzve, edhe ai raport më ju dini që nuk është përmend fare kur, prandaj mendojmë që themelimi i saj ka qenë politik, është duke vazhdu të sillet politikisht, ka shi bashkëpunëtarëve tonë atje, edhe besojmë edhe jemi të bindur që ky verdikti final do të jetë politik, prandaj nuk i besojmë fare në punën e saj, sepse misioni i saj ka deviju. Nuk është më duke bërë punën e vet me nxjerr drejtësi. Në këtë rast të aktakuza është ngritur mbi bazën e disa prova, thojza apo informata që kanë nga prokuroria serbe, u shërby gjatë krejt kohës me ato informata, edhe me ato prova nga prokuroria serbe, prandaj nuk besojmë fare në këtë gjykatë që ka më nxjerr drejtësi, edhe mendojmë që është pure politike, këtë mendim e kemi pas prej nga themelimi i saj. Zoti Sylla, faleminderit shumë që ishe drejt për drejt në Info-D. Faleminderit juve punëbar. Ju ftojmë të jeni të premten në ora 17 në sheshin Skënderbej në Tiranë. Patjetër, suksese juve atje. Faleminderit shumë. Nderuar shikues, pas kësaj lidhje direkte që kishim nga Tirana me nënkryetarin e OVL UÇK-s Gazmend Sylla, ne ju falenderojmë që ishit me Info-D dhe DTV Media. Ne do të shihemi sërish nesër e ju qëndroni me programe tjera të DTV Media.